Negociatat për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë po zhvillohen me ndërmjetësimin e SBA-ve. Ukraina ka pranuar një anëpushim 30 ditor gjatë të cilit palët mund të diskutojnë një marrëveshje të qëndrueshme. I dërguari Trump Steve Witkoff ka prezantuar propozimin në Moskë ku Putin ka shprehur gatishmëri për dialog, por ka theksuar se mbeten detaje për t'u sqaruar. Nga ana tjetër, Donald Trump ka njoftuar një bisedë telefonike me Vladimir Putin për të diskutuar kufit territorial, centralet energjetike dhe çështjet e ndarjes së pasurive. Ai ka pohuar se Ukraina nuk do të antarësohet në NATO dhe nuk do të rikthejë territoret e pushtuara nga Rusia, duke sugjeruar një marrëveshje të mundshme mbi këtë çështje. Një pikë kyçe është centrali bërthamor i Zaporizhzhas, i cili mund të shkëmbet me rajone të pushtuara nga Ukraina, ndërsa Trump kërkon garanci për shfrytëzimin e pasurive minerale të Ukrainës në këmbim të ndihmës ushtarake amerikane. Ndërkohë çështja e pranisë së trupave europian në Ukrainë mbetet e debatueshme. Rusia pranon vetëm vëzhgues dhe jo ushtarak, ndërsa Franca dhe Britania e Madhe propozojnë një forcë të organizuar për të mbrojtur paqen. Kjo ka sjellë përplasjen mes Moskës dhe pasigurive mbi mbështetjen amerikane për ndërhyrje të tillë. Sanksionet perëndimore ndaj Rusisë mund të luajnë një rol kyç në negociata. SBA dhe Bashkimi Evropian mund të heqin disa prej tyre nëse Moska bë lëshime, ndërsa nëse Putin refuzon anëpushimin, sanksionet mund të ashpërsohen për fshirë konfiskimin e pasurive ruse në të gjithë Europën.